tani shpejt. kalojmë tek receta tjetër, te cila konkretisht të vazhdojmë. Me patate. Tavë me patate. Te tava me patate dhe me perime të tjera, një tavë ndryshe, e sjellim së bashku me 5 patate të vogla, të cilat i kemi zier, një qep duhet për këtë recet, 100 gram spinaq, 100 gram salam, 200 ml pana, 3 vezë, 100 gram djath. E ndjekim tani hap pas hapi si do të realizohet kjo recet. Marë. Patatit janë qëruar dhe janë vendosur për të Marë një zier. gotë. Tavë. Një tavë të rumbullakët, e lyem pak me vaj. Pra, baza, me sa kuptojmë, do t'jetë në tavën e lyer me pak yndyr, baza me patate të ziera të shtypura. E tha, sa kollaj. Se të lodheni nuk ka. Thjesht, kuzhina do fantazi, asgjë tjetër. Me gotën. Në shtyp në cjetë pak ujë, se ajo pjesa e patateve ngjit. Dhe i themi mirëmëngjes zonjës që ka telefonuar, apo zotëriut. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Nga po na telefononi? Përshëndetje. Nga Fieri. Nga Fieri, mirë se erdhët. Nga Fieri. Kënaqësi që bisedojmë së bashku. Ishte duke na ndjekur. Kënaqësi dhe për neve. Albana neve na kujton se sa do gatuaj për drejt. Faleminderit. Jo ndes një kështu llam të vogël. Ju frymëzon. Sepse unë kam nga djella e djeshme që bëra spinaq me punë, edhe sot do ta konversoj një si do shtojmë dhe pilatin në furr. Bukur. Shumë bukur. Një riciklim edhe një rinovim. Po, Albana në ndihmon shumë. Faleminderit. Ky është qëllimi kryesor. Nëse ja kemi arritur deri këtu, kemi bërë diçka. Ditë mbarë. Të falenderojmë dhe të urojmë ditë të mbarë. Gjithashtu faleminderit që na telefonove. Kalofshi bukur. Tani të ndalemi pak tek tava, ju vazhdoni të na ndiqni dhe të na telefononi, ju mirëpresim, të na sugjeroni receta, çfarë po gatuani, pra një kombinim i një gatimi të mbetur dhe më pastaj për ta freskuar pak atë, i shtojmë edhe një gatim ekstra. Bukur fort. Përgatitëm tani patatet, i vendosëm këtu tek tava, ndiqeni pak me vëmendje. Shtoj vaj poshtë, vaj sipër pures. Mund të keni dhe patatet e vogla baby, siç i keni të zira bashkë me lëkurën i shtypni të tilla. Qepa. Të grirë sipër ose të prerë qepën sipër sallat. E vendosim pas vajit, pra patatet, shpërkasim me vaj, vendosim tani qepën. Është radha e spinaqit. Eci një tosht shumë me shtresë të kripur, me bazë patate, pra që s'kemi të bëjmë me brumin sot. Dua që shija i qepës së ngelet. Niki, aty ku jetë lutem, më merr dhe pak susamin. Po. Në fund fare do ta spërkasim spinaqi. Pra, pothuaj se kemi një spinaq sote. I jep shije. Nuk e vë të pjekur, sepse po kalon në proces termik. Çfarë kalon në proces termik? E marrim që të jetë
I papjekur. Thjesht sa ja marr mend pak. E përhapim edhe qepën gjithandej, pra të zërë gjithë sipërfaqen e patates. Marrim proshut. Zjodhem këtë proshutën e kofshës, proshutën e tymosur, edhe për vetë faktin që i jep një lloj teksture arome ndryshe, po edhe shkon me pataten, pse jo. Dhe ja gati, as një minut nuk ju desh spinaqit për të zbutur. Ja, jo me luk, kjo shtypje, e tillë. Jepini dashuri çdo produkti. Sa I përkushtoni, aq do t'ju përkushtohet edhe... Si që kemi thënë, është produkti kryesor për kushtimi dhe dashuria me të cilin apo pasioni me të cilin e gatuajmë. Sikur të marrësh 2 persona, për shembull Albana, që gatuaj të njëjtën recetë. Po. Të njëjtat produkte, shije do dalin ndryshe. Të njëjtat mjete. Do thush ti dora është ndryshe, patjetër që do ndryshe, por edhe energjia që ti jep gatimit, pra nëse një person ka ato energjinë për kushtimin, dashurinë dhe pasionin për ta gatuar këtë recetë, dhe një tjetër që I gatuan kështu shpejt me rihidhi vërë, pa atë për kushtimin e duhur, di ti që të dyja kanë shije komplet ndryshe. Ai që I shton avash, do thotë që ka pasigurinë vetvete. Jo avash, thash për përkushtimin, për pasionin dhe energjinë e mirë. Pra ti thjesht duhet të dish të... Jo të shpejtësia, s'ka lidhje me shpejtësinë. Edhe unë, këtë do them, gjë e parë fare duhet të dish të ndash produktet. Dhe më pas ti atë e mbaron për 5 minuta. Po nëse ti ato produktet I ke një këtu, një atje, normalisht ta kapësh avash, sepse qëndron pasiguria që ti nuk ke produktin. Me dëshirë kam fjalën, siç e gatuan një recetë nga fillimi deri në fund. Unë tani e bëj me dëshirë, se I kam gjitha përpara. Po, se kam me tymi, jo. E kam me ca prapa meje. E kuptova. Atëherë marr 3 vezë. Super të freskëta, them të drejtën, shiko. Kjo e verda e vezës që të vjen keq që ta... Një përzierje, pam. Edhe një tjetër, dhe një tjetër. Është në varësi të vezës që ju përdorni. Duhet jetë kjo e verda, ose e kuqja që themi ne, që duhet jetë e freskët. Po, një krem e spinaq. Pëse më thonë mua që Albana... Edhe në qika që kaval, dhe azi tjetër pra kjo është përdojnë I peshës time. Një super tavë. Pra tek tigani që shtuam spinaqin, pak kos e sotarizuam panën, nëse nuk kemi pana vendosim kos, pa asnjë lloj problemi, shtojmë vezët, më pas djathin. Kam bëritur dhe telefonata, ndoshta jemi drejt fundit, e mirëpresim. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Ju dëgjojmë, nga po telefononi? Nga Tirana. Nga Tirana, po na ndiqnit. Po, pa tjetër. Faleminderit. Përmëngjes të punë kemi ne. Faleminderit shumë. Unë ndjekim juve. Shumë faleminderit, e vlerësojmë shumë. Shqyqy që u kemi, zbavitemi, mësojmë na një gjë të re, pavarësisht me mos të madhe. Ju I dini? Po mësojmë edhe neve na një gjë të re. Më bëhet qefi ta dëgjoj këtë gjë. Ndërkohë më thuaj, çfarë po përgatit për drek, ose çfarë ke menduar të gatuar sot? Unë sot për drek ka për tavë turli me patate, me zarzavate. Me ngjyra, me vitamina, me vlera, me shije. Po. Ju bëft mirë. I shtroj rjesht të rjesht. Një rjesht me patate, një rjesht me kungull, një rjesht me paltizane, me të gjitha. Aty në tavë. Sipër pastaj bëj beshamel. Dhe ja ushton sipër. Më të mirën. Perfekt. Që të vi për marë. Perfekt. Del fantastike shia. Ja që na frymëzove dhe ne. Na ngacmove dhe ne me këtë tavën me turli. Po. Bëhet shumë e mirë ajo. Ju bëft mirë. Sa veta jeni në familje?
E ke bërë për 2 ditë apo për 1 ditë? Beta jam një tavë të vogël bëj. Një tavë të vogël, edhe qa mbetet, shfrytëzojmë për të nesër, si të bëjnë të gjithë. Ju bëft mirë, të keni shëndet, kalofsh një ditë të bukur. Kalofshi bukur. Falenderojmë shumë për telefonatën, ja dhe tava jonë përfundoj, dhe ne përfunduam në fakt minutazhin për gatimet e sotme. Do zjej pula bashkë me orizin, kemi mëngjesin këtu me ngjyra të shishëm edhe shumë ndjellës, edhe tavën që ta presim të piqet. Mos harroni në rrjetet tona sociale mund të na gjeni me fotot që do të përfundojnë dhe në kanalin tonë në YouTube Reze Dielli. Të lumshinduar, fundjavë të bukur. Unë ju pres pas pak, do t'jemi në bisedë, ju pres.